faktikisht në prizmën teme, deklarata e James Rubinit është shumë e rëndësishme, edhe ne shpresojmë që gjykata ta merr tillë çfarë na e kemi perceptu, mendoj që trupi gjykues do ta vlerësoj se është kredibile apo jo në aspektin juridiko-penal, edhe pse këtu s'po du me folë si mësës të drejtës penale, ata i din punë të vetë sigurisht më mirë se unë, por sqarimet që i ka dhënë ai do të thotë kanë qenë në disa raste paksa kontradiktore në ato që na e kemi mësuar për edhe kemi ditë për 25 vjet. Mendoj që strategjia shumë e mirë është, do të thotë nëse vërtetohet që gjatë luftës ushtria qëllimtare e Kosovës nuk ka pas struktura komanduese të mirëfillta, sepse kur i thut dikuj ushtri, përveç ushtrisë vullnetare, siç ka qenë ushtria qëllimtare e Kosovës, ata mendojnë që i ki depote armatimit, e ki menzën e ushqimit, i ki robat ku shkon i merr armatimin, do të thotë edhe nishesh thjesht në Po jo, po them, na normal që si kemi pas, po kur përmendet si ushtri. Mirë, po gjithmonë duhet të ketë kontekstin e gjithmonë thuhet që ka qenë ushtri vullnetare. Po është dhe? Po ushtri vullnetare. Po a peshet si dy gash pesher janë menimet njëjta. Po dhe? Po të zhim se peshet dy zhrypuse. Po tash radhën e kam unë me folë. Edhe me qenë se është ushtri qlirimtare dhe është vullnetare. Ka qenë shumë problematike edhe në gjykatat, edhe në gjykimet e kalume, që në majtë tribunalin e Hagës për Ish Jugoslavin, ku fatkeqësisht kanë qenë edhe komandantë edhe ushtarë tanë, e fatmirësisht që gjithë janë liruar, pafajshëm, ka qenë shumë diçka do të thotë që nuk ka mujt trupi gjykues me pa as dokumentacion e as me vërtetu si ka qenë rrjedhat gjatë luftës, që qysh me konsideru që ka dikush përgjegjësi komanduese apo jo, ata e kanë pas zirë një vendim atëherë dikun që është konsideru prej qershorit apo ngushtit vitit 1998, që mund të ketë struktura do të thotë komanduese të mirëfillta nëse dikush ka kry krime lufte që të ketë përgjegjësi komanduese, por para asaj kohe jo. Dhe James Rubin faktikisht me deklarimin e tij besoj që i ka ndihmuar gjykatës mirë, po janë edhe deklarata ma tepër politike, se sa janë në aspektin penal. Ai ka fol konkretisht shumë ma tepër për Rambujen, ka fol për rolin e Adem Demaçit, për zyrën e përfaqësuesit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, që ka qenë qendër të Prishtinës, ku ka qenë edhe Albin Kurti në këtë zyre me Adem Demaçin, ka thonë që në bazë të perceptimit ti duke qëndru me Hashim Thaçin në shumë situata, e ka kuptu që faktikisht ky nuk ka dhënë urna, por që ka marrë urna prej komandantëve të themi në teren, në zonat caktuara. Dhe e gjithë tentativa e tij o konë që me kthy edhe një herë ngjarjet e para 26 viteve për me tregu se si Departamenti i Shtetit Amerikan e ka konsideru rrjedhën e atëhershme. Me qenë se ai ka dhënë një deklarat tepër të mirë sa i përket që e ka vërtetu, besoj që e ka bind edhe trupin gjykues që nuk kemi të bëjmë me një ushtri të rregullt, ku shkon 18 vjeçar, 20 vjeçar, edhe apo mosha e përcaktuar që është për ushtri të rregullta, ndodh lufta, ushtarët gjithë botën e kanë çat obligim me shku në luftë, me mbrojt popullin e vet, me mbrojt qytetarët e vet, me mbrojt shtetin e vet. Tena ka qenë paksa më ndryshe, prapë them, ka qenë gjithçka vullnetare. E kam çat video tash në kualitet veç po e transportoj dhe po ta kthej fjalën lutem. Hajde regjia. Dëshmi madje me shkrim në zarfe të mbyllura, të cilat janë paraqitur organeve të ndryshme. I kam personalisht në shtëpinë time në Bonn. I kemi dërguar dikun? I kam dërguar dikun. Ku janë dërguar? Aty ku unë kam parë, unë jam juriste me profesion, aty ku unë kam parë të arsyeshme që duhet të dërguar. Diku tjetër. Jo, dikun tjetër. Të thotë përmendem decisivisht vrasjet e pasluftës të aktivistëve të DDK-s dhe ku fajson Shiku dhe udhëheqësit e saj. Dhe janë të gjitha temat të cilat këtu janë prezantuar organeve. Nuk do të thotë që është diçka që shpiket e re, por është diçka e cila me cilën këtu është marrë Euleksi me vit. Ku i ke dërguar këto dokumenta? Cili sistem i drejtësisë do të merret me këto? Gjykata speciale? Po. Dhe unë se kam ndërmend me komentu këtë deklaratë, sigurisht e bëjnë tjerë. Po unë si jam marrë për deklaratë të Nikës. Unë kam marrë për deklaratë që James Rubinit. Kërkush as që dëne, as që mundet m'ja ndalu me komentu. Unë pëthom menimin tem, atëre sigurisht që grahni, pa problem, heq. E tash,
Roli Adem Demaçit gjatë luftës shpesh herë faktikisht është thonë edhe nga udhëheqësit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ai ka qenë faktikisht personi kryesor i cili ka qenë me mandat për ta përfaqësuar ushtrinë shqiptare të Kosovës në qendër të Prishtinës, edhe sigurisht që na e dim, edhe James Rubini e din, besoj që edhe gjyqtarët e din se shpresoj që kanë lexuar diçka për ushtrinë shqiptare të Kosovës para se t'i marrin këto landë voluminoze, edhe ata kanë me pa faktikisht